Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, si ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në këtë minutazh dua të ndaloj tek çifti shumë i komentuar, tek çifti shumë i përfolur, Klodiani edhe Eliona. Është përfolur shumë në rrjetet sociale në fakt për to, është komentuar shumë marrëdhënia e tyre, është komentuar shumë dashuria e tyre, ka hamendësime të ndryshme në fakt për raportin e tyre, disa pretendojnë që çifti është i ndarë, por disa pretendojnë që e gjitha kjo mund të jetë një strategji për klikime në rrjetet sociale dhe për Supernovën që në fakt do të starton shumë shpejt në Klan Kosova. Në fakt kanë qenë të shumta në fakt thashë themet, hamendësimet që janë folur rreth Klodit edhe Elionës. Ndryshe nga të gjitha zërat në fakt që fliten, ndryshe nga të gjitha zërat që komentohen, Klodi pa pritmas ka bërë një lëvizje që në thelb askush nuk e priste. Kur ne të gjithë mendonim dhe shpresonim që do të shohim Klodin edhe Elionën bashkë, që do të shohim një lëvizje të tyre, që do të komentojmë dashurinë e tyre, që do të komentojmë bashkimin e tyre, Klodi preferon që të kthehet në Itali, do me thënë të shkoj drejt Italisë. Tani kthimi i Klodit në Itali nuk do të thotë që ka të bëjë me një ndarje me Elionën, sepse Klodi ka operuar më herët në Itali, ka patur kontrata në Itali, vazhdonte të kishte kontrata në Itali edhe tani kur Instagrami u mbyll, dhe kjo nuk do të thotë që Klodi ka ikur në Itali, dhe ne duhet menjëherë të krijojmë atë bindjen dhe të marrim bindjen që Klodi është larguar nga marrëdhënia e tij. Unë në fakt nuk dua ta besoj dhe uroj me zemër që mos të jetë ashtu. Nga vetë fakti që Klodi e bëri të ditur që ka patur një kontratë të nënshkruar dhe që priste në fakt edhe një kontratë ta nënshkruante për biznesin e tij, unë dyshoj që rrugtimi i Klodit për në Itali dhe nga informacionet që unë kam, domethënë, për Klodin është që Klodi ka ikur që të nënshkruaj një kontratë me një kompani italiane ku Klodi do të jetë në një farë mënyre në thonjza si ambasador i asaj kompanie për të bërë reklamat. Kjo nuk ndërlidhet me faktin që Klodi mund të jetë larguar nga Shqipëria, nga Kosova, përveç faktit sepse është shkatruar marrëdhënia me Elionën. Mendoj që i gjithi ky mekanizëm që po bëhet marketingu do të ndikon fuqishëm në biznesin e Klodianit dhe të Elionës, por edhe në Supernovën. Dua të marr mendimin tuaj.